Kodiku i Beratit, një vlerë e madhe historike kombëtare. Ndoshta ju të gjithë e dinë, por Kodiku i Purpurt i Beratit është cilësuar një nga librat më misterios në botë. Fal Alex Budës, në vitin 1968, Kodiku i Beratit u restaurua, u çua në Kinë për të restauruar dhe për të futur në Muzeun Kombëtar Shqiptar. Koleksioni i kodikëve në Shqipëri është përbërë prej 100 vëllimesh, një pasuri kulturore jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për trevat shqiptare, por dhe për mbar botën. Por Kodiku i Beratit është ai më enigmatiku. Sipas Alex Budës, Kodiku i Beratit është shkruar aty nga vitet 390 pas erës son nga Gojarti, ndonse shumë studiues kërkojnë që ta hedhin poshtë. Po pse? Sepse nëse zbulohet e vërteta, çdo gjë, pra historia që kemi mësuar, hidhet poshtë, ose duhet rifilluar të shkruhet nga e para. Kjo është depoja numër 7, salla e dorëshkrimeve të ralla, depoja ku ruhen dorëshkrimet e ralla të Arkivit Qendror të Shtetit. Kemi një mori dokumentash që i kategorizojnë në këtë familje si të ralla. Mes tyre kemi dhe Kodikun e Purpurt të Beratit numër 1 apo Kodikun Beratinus Purpureus. Kodiku i Beratit është shkruar me boj argjendi dhe me boj ari dhe është unik në gjinin e tij. Ja dhe ku duken këtu gërmat e arta, sigurisht kjo duhet ishte pamja nëse nuk do të ishte dëmtuar dorëshkrimi. Pra kjo ngjyrë e pergamenës e purpurt pothuaj ka qenë ndezur. Këto gërmat e argjenta dhe këto gërmat e arta, siç duken tek këto janë nomina sakra. Thuhet se Kodiku i Beratit është shkruar aty nga shekulli i 6 i erës son, por ka burime të tjera që e çojnë atë edhe më tej. Ka shumë enigma për këtë, si për shembull. Sipas Alex Budës, Kodiku është shkruar nga Shën Gjon Gojarti, por sipas studiuesit francez Pierre Batifol, nuk është dora e Gojartit. Sidoqoftë, Kodiku i Purpurt është një nga 4 kodikët më të vjetër të gjithë botës, dhe kjo e bën atë akoma më të rëndësishëm. Lidhur me këtë, dua t'ju tregoj një histori të çuditshme të një miku ton, Mauro Bilino, që padyshim shumë prej jush e njohin. Para disa viteve, teksa diskutonim, më tregoi diçka të mistershme, pra pikërisht të librit të Purpurt të Beratit, të Kodikut të Beratit, që sipas tij ekziston një tjetër libër, shumë më i vjetër, pra libër fetar, shumë më i vjetër se Bibla dhe se Mazoretiko, pra shumë më të vjetër se librat që njohim fetar. Dhe sipas tij ishte një libër i shkruar pikërisht në Ilirishtën e vjetër, që sipas tij është në gjuhën etruske, por ky libër nuk gjendet dhe sipas tij ose është zhdukur ose është djegur. Thuhet se figurat gjeometrike dhe motivet që ka fshehin sekrete të cilat zbërthehen nëpërmjet disa kodeve që akoma dhe sot janë të padeshifrueshme. Dihet që në antikitet shumë shkrime janë bërë me kode, të cilat mund të zbërtheheshin vetëm nëpërmjet një forme të fshehtë. Megjithatë, Kodiku i Purpurt i Beratit u cilësua nga UNESCO si një vepër e rëndësishme dhe unike e njerëzimit. Në sintezë mund të themi se Kodiku i Beratit është jo vetëm një pasuri kombëtare, por edhe botërore, sepse Kodiku i Beratit vërteton në mënyrë shkencore ekzistencën e popullit Pelasgo Ilir.